Specialistët për hetimin e krimeve dhe Komisariati të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori për njoftim fakti, pasi dje ka shkuar për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal Shkodër, shtetës jam inicialet LZ 37 vjeçe, punuese në fshatin Renc, pasi dyshohet se para 3 ditësh ka konsumuar mbi dozën e lejuar një sasi medikamentesh mjekësore që u përdorte për kurim prej vitesh. Po ashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vallëidejës referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin inicialet AN 56 vjeç, punues në fshatin Spathar, pasi dyshohet se dje ka ndezur një zjarr, duke djegur një sasi mbeturinash, por zjarri është përhapur duke djegur një sipërfaqe me kallamishte. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe shpadhen në kërkim shtetasin me inicialet EPO 43 vjeç, pasi dyshohet se në zonën e mbrojtur të fshatit Bog ka kryer punime ndërtimi pa leje të përkatëse. Referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet NU 36 vjeç, punues në fshatin Bog, pasi ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprimet të mëtejshme.